Shtetet e Bashkuara të Amerikës kryen një sulm ajror në territorin e Iranit me qëllim goditjen e centraleve të prodhimit të energjisë bërthamore. Presidenti Donald Trump tha se ushtria amerikane goditi 3 objekte bërthamore iraniane. Trump njoftoi për sukses spektakolar ushtarak duke thënë se bombarduesit amerikan goditën objektet bërthamore në Fordo, Natanz dhe Esfana. Kemi përfunduar me sukses të madh sulmin ton ndaj 3 objekteve bërthamore në Iran, përfshirë Fordo, Natanz dhe Esfahan. Të gjitha avionët tani janë jashtë hapësirës ajrore të Iranit. Një ngarkesë e plot me bomba u hodh mbi objektivin kryesor Fordo. Të gjithë avionët janë në rrugë të sigurt drejt shtëpisë. Urime luftëtarëve tanë të mëdhenj amerikan. Nuk ka ushtri tjetër në botë që do të mund ta bënte këtë. Tani është koha për paqe. Faleminderit për vëmendjen ndaj kësaj çështjeje. Operacioni ishte një përpjekje e përbashkët me Izraelin për të shkatruar programin bërthamor të Iranit, pasi diplomacia dështoi të kthente Teheranin në tavolinën e negociatave. Qëllimi ynë ishte shkatërimi i kapacitetit të Iranit për pasurim të uraniumit dhe ndalimi i kërcënimit bërthamor që paraqet sponsori numër 1 shtetëror i terrorizmit në botë. Çdo hakmarrje nga Irani drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të përballet me forcë shumë më të madhe se ajo që u pasonte. Irani, bullizuesi i lindjes së mesme, tani duhet të bëjë paqe. Nëse nuk bën, sulmi i ardhshëm do të jetë shumë më i madh dhe shumë më i lehtë. Trump, i cili vetëm pak ditë më parë tha se do të vendoste brenda 2 javësh nëse do t'i bashkojë Izraelit në përpjekjet e tij për të shkatruar objektet bërthamore iraniane, tha se sulmet shkatruan plotësisht objektet kyç të Iranit për pasurim të uraniumit. Me këtë sulm, Shtetet e Bashkuara përfshihen në konfliktin mes Izraelit dhe Iranit, duke rritur frikën për një luftë të gjerë në lindjen e mesme.